ngritja e shërbimit kombëtar të urgjencës është një prioritet i programit të qeverisë, është një nga zotimet kryesore që ne kemi marrë në fushën e shëndetësisë. Brenda këtij viti do të vijojmë edhe me 2 grupe të tjera, do të jetë një grup i dytë prej 30 mjekësh, pasi do të jetë një grup i tretë prej 15 mjekësh, vetëm në zbatim të këtij programi. Është një dëshmi edhe një bashkëpunimi të shkëlqyer që Ministria jone e Shëndetësisë ka me Ministrinë e Shëndetësisë së Turqisë. Ky aktivitet që bëjmë sot, që është fakt pak ditë pasi mjekët erdhën nga kualifikimi në Turqi, përkon edhe me një vizitë që po bën në ministrinë tonë, po edhe në Shqipëri dhe në institucionet e shëndetësisë të Shqipërisë, një ekip nga rajoni i Edirnes në Turqi. Po ravizojmë fushat e bashkëpunimit edhe me Edirnen dhe edhe me ta do duam të fokusohemi edhe tek shërbimi i urgjencës. Turqia në 10 ditë e fundit ka bërë një përmirësim rrënjësor të gjithë shërbimit të kujdesit shëndetësor, ke patur arritje shumë të mira dhe në shërbimin e urgjencës. Edhe pse vendet tona janë të ndryshme për nga popullsia dhe territori, ka rajone të Turqisë që janë të përafërta me përmasat që ka Shqipëria, qoftë në kuptim të popullsisë, qoftë në kuptim të përmasave, por edhe të relievit. Sigurisht me rolin e Turqisë në fushën e shëndetësisë, kemi dhe aspekte tjera të bashkëpunimit. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Arnavutluk ile her alanda olduğu gibi sağlık alanında da mükemmel işbirliği içerisinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ne jemi tepër të kënaqur që me Shqipërinë, me cilën kemi lidhje të vjetra historike dhe kulturore, kemi një bashkëpunim të mirë në shumë fusha, përfshirë edhe fushën e shëndetësisë. Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun desteğiyle ülkemizin 3. büyük ili olan İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Balkan Acil Sağlık Hizmetleri Programı Arnavutluk ile son dönemde gerçekleştirdiğimiz yeni bir işbirliği alanı olmuştur. Kohët e fundit u realizua një bashkëpunim i ri në fushën e shëndetësisë midis të dy vendeve, kur një grup i mjekëve shqiptar mori pjesë në një program për ndihmën e shpejtë dhe raste të urgjentës, projekt në Izmir, në qytetin e tretë të Shqipërisë, projekt i cili është iniciuar nga Ministri i Shëndetësisë i Turqisë, zoti Müezzinoğlu. Bu bağlamda dost ve kardeş ülke Arnavutluğun Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi çeşitli bölgelerinden 15 değerli hekim 21-31 Ocak 2014 tarihleri arasında İzmir ilimizde konaklama olarak misafir edilmiş ve kendilerine acil tıp ve afet tıp alanında kapsamlı ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Si steksoj edhe zoti ministër, 15 mjek të përzgjedhur nga Shqipëria ndoqën këtë trajnimin në Turqi për një periudhë nga 20 deri në 31 janar. Böylelikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde ülkemizde verilen zorunlu eğitim modülü Arnavut hekimlerinde sunulmuştur. Gjatë këtij trajnimi, mjekëve shqiptar ju prezantua moduli i ndihmës së shpejtë, i cili zbatohet në të gjithë spitalet e Turqisë. Eğitim programı uluslararası standartlarda ve konusunda uzman hekimlerimiz eşliğinde Arnavutça ve İngilizce olarak verilmiştir. Dhe ky kurs trajnimi organizua në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe u realizua nga specialistët më të mirë turq të kësaj fushe. Program boyunca ülkemizdeki kara ve hava ambulans sisteminin işleyişi uygulama olarak tanıtılmış, ilk yardım müdahaleleri, son tıbbi teknolojik olanak ve maketler kullanılarak uygulama olarak gösterilmiştir. Gjatë të programit u bën aplikime se si funksionon sistemi e ambulancave në tokë dhe në ajër. Në të njëjtën kohë u bën trajnime për ndërhyrjen e shpejtë, për ndihmën e parë dhe për çështje të tjera të rëndësishme. Elbette konuk hekimler sadece eğitime tabi tutulmamış, Türk misafirperverliğiyle hazırlanan sosyal programlar çerçevesinde İzmir'in yanı sıra Efes, Seferihisar, Urla gibi ülkemizin önemli turizm merkezlerini görme ve tanıma fırsatı bulmuşlardır. Por mjekët e nderuar shqiptarë nuk patën rastin vetëm të ndjekin këtë trajnim. Ata duke përfituar edhe nga mikpritja turke, patën rastin të vizitojnë edhe qendra të rëndësishme historike si Efesi, Urla dhe qendra të ndryshme turistike.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiler çerçevesinde konuk Arnavut hekimler gerek mesleki bilgi birikimleri, gerek hekimlik yetenekleri ve insanlık ilişkileri bakımından son derece olumlu izlenimler bırakmışlardır. Unë mund t'ju them se nga informacioni që kemi marrë nga Drejtoria e Shëndetësisë e Izmirit, mjekët e nderuar shqiptar kanë treguar një përgatitje mjaft të lartë profesionale dhe kanë treguar në qëndrimin e tyre gjithë atë miqësinë që ekziston midis popujve tanë, duke mbajtur qëndrime mjaft të mira edhe nga ana njerëzore, janë krijuar lidhje mjaft të mira. Kendileri bu vesileyle tebrik ediyorum. Dhe unë në këtë rast ju përgëzoj për çka keni bërë. Türkiye olarak sağlık alanındaki ikili işbirliği bizi yeni projeler ve somut adımlarla daha ileri noktaya taşımaya kararlıyız. Ne jemi të vendosur që të vazhdojmë bashkëpunimin tonë në fushën e shëndetësisë me Shqipërinë për të bërë më të njohur përvojën tonë dhe përvojën tonë. Bu çerçevede Anadolu Karayolu'yla en yakın mesafedeki Edirne ilimizden Sağlık İl Müdürümüz uzman doktor Emrah Erten şu anda yanımızda ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterimiz uzman doktor İlhan Açıköz de şimdi aramızdadır. Prandaj në këtë kuadër, në kuadrin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë, aktualisht këto ditë ndodhen në Shqipëri dy përfaqësuesit drejtuesit kryesor të drejtorisë së shëndetësisë Edirnesë, Edirneja, i cili është qyteti më i afërt me rrugë toksore me Shqipërinë. Kendileri sağlık alanında geniş imkanlara sahip olan Edirne ilimizle Arnavutluk arasında sağlık alanında köprü kurmak amacıyla çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmuşlardır. Ekipi i ardhur nga Edirneja ka bërë dhe do të bëjë disa vizita studimore në Shqipëri për të krijuar një ur lidhje midis Shqipërisë, spitaleve të ndryshme të Shqipërisë dhe atyre të Edirnes. Öte yandan Tiran'daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, yani kısacası TİKA ofisimiz, Arnavutluğun sağlık alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda desteğini sürdürmektedir. TİKA geçtiğimiz dönemde Arnavutluğun değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği çocuk diyaliz merkezi kurulması, göz muayenehanesi kurulması, kadın doğum hastanesi yardım, sağlık ocağı tadilatları gibi çok sayıda başarılı projeyle dost ve kardeş Arnavutluk halkına sağlık alanında da katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır ve kısaca faleminderit diyorum. Në të njëjtën kohë, bashkëpunim të mirë kemi edhe nëpërmjet Agjencisë së Koordinimit të Bashkëpunimit të Ndihmave Turke, e quajtura TİKA. Në fushën e shëndetësisë, ajo ka hapur qendrën e dializës, bankën e gjakut, që ka kontribuar shumë në maternitete, në qendrën e okulistikës këtu në poliambulancën e Tiranës dhe në vende të tjera. TİKA do ta vazhdojë bashkëpunimin dhe po përgatisim edhe projekte të tjera. Faleminderit të gjithëve. Që morëm pjesë në këtë trajnim. Së pari duam të falenderoj Ministrinë e Shëndetësisë turke, ambasadorin turk në Shqipëri dhe ministrin tonë që realizuan pjesëmarrjen tonë në këtë trajnim. Nëpërmjet ambasadorit turk duam të falenderoj doktor Turhanin, doktoresë Thenin, koordinatoren tonë, që kishin selektuar një program shumë efikas dhe shumë të vlefshëm për ne. Interesi në këtë program ishte i të dy palëve, interesi jonë që të merrnim në maksimum atë çka pam atje, dhe interesi i palës turke ishte që na dhanë atë që kishin më të mirë në shërbimin e urgjencave të tyre. Të vlefshme për ne ishin që nga momenti se si ishte skema e menaxhimit të smurve në urgjencë, rastet praktike që ne si ndiqesh praktikisht një smur atje në urgjencë, për mos thënë pastaj një skenimet e skenave që për shumë nga ne ishin risi në raste fatkeqësisht natyrore, që fatmirësisht ne nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe ne nuk kishim eksperiencë, po që i pam ato sigurisht. Duke shpresuar që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe më tutje me grupe të tjera, me mjekë të tjerë, në mënyrë që dhe shërbimi i urgjencave kene të implementohet një shërbim që të jetë sa më efikas dhe sa më pranë të smurit. Ministër, që mba mundësim të flasë në lidhje me ato që kemi përgatitur deri tani me grupin e punës për sistemin e urgjencave në Ministrinë e Shqipëri, por edhe me atë se çka duam të arrijmë. Nderuar zoti ambasador, jam i nderuar të flas në këtë aktivitet që mund ta quaj një aktivitet i vazhdimësisë së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe një shteti mik, siç është Turqia, e cila ka pas vazhdimisht në vëmendje ndihmën në fokus, ndihmën ndaj sistemit shëndetësor. Ju e përmendët fjalën tuaj. Natyrisht, aktiviteti sotëm është një nga ato aktivitete që për ne,
për sistemin shëndetësor në përgjithësi dhe për ngritjen e shërbimit kombëtar të urgjencës veçanti është dhe do të jetë kryefjala e gjithë aktiviteteve që do të bëhen në këtë fushë. Trajnimi dhe edukimi vazhdueshëm i të gjithë atyre që ofrojnë ndihmën e parë dhe që shpëtojnë jetë do të jetë një nga pjesët më të rëndësishme të zhvillimit të sistemit të urgjencave mjekësore në Shqipëri. Çdo përpjekje e Ministrisë së Shëndetësisë dhe gjithë sistemi shëndetësor për të reformuar sistemin e urgjencave mjekësore në Shqipëri, në fundit, qëllimin final ka shpëtimin e jetëve, pra ka atë front ku ju që trajnoheni po punoni dhe ata që do trajnohen po punojnë, pra e sigurt që çdo formë organizimi që do të marrë sistemi i urgjencave mjekësore në Shqipëri do të jetë në funksion të atyre që ofrojnë shërbimin e urgjencave mjekësore. Me të drejtë në dokumentin strategjik që është zhvilluar për urgjencat mjekësore në Shqipëri, trajnimi dhe edukimi në vazhdim përmendet si një nga pikat më të dobta, e cila kërkon një zhvillim të qëndrueshëm. Natyrisht grupi punës po punon për të adresuar të gjitha pikat e dobta që janë vërejtur në atë dokument strategjik dhe për ta çuar atë në një nivel më të lartë, pra në nivelin e zbatimit në terren, duke bërë një formë të reorganizimi, pra duke standardizuar shërbimet e urgjencës, duke adresuar problemet, le të themi, që kanë të bëjnë me legjislacionin, apo dhe problemet tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin e protokolleve, apo dhe me sistemin e referimit në urgjencat mjekësore. Ju them që në këtë vizion të Ministrisë së Shëndetësisë për një ndërhyrje shumë planshe në sistemin e urgjencave, mund të përmend edhe zhvillimin e spitalit ose qendrës kombëtare të traumës, ku Ministri ka përmendur që do të ketë një ndihmës shumë të madhe për ngritjen profesionale, rritjen e cilësisë punës në këtë qendër, por edhe përfutjen e shërbimit të rehabilitimit, një koncept i munguar në mjekësinë shqiptare sot. Natyrisht në fokus të punës sonë është edhe komunikimi dhe transporti në sistemin e urgjencave mjekësore, që janë element shumë të rëndësishëm me reformimin total të mënyrës së komunikimit ndërdisiplinor në fushën e urgjencës mjekësore, por edhe të transportimit dhe të transportimit të pacientëve, të personave në nevojë sa më shpejt pranë qendrave të specializuara. Ka mbyllur për t'i bërë gjitha këto, natyrisht na duhet mendja, natyrisht na duhet që ta kemi atë të zhdërvjellët dhe këtë e mban vetëm edukimi profesional i vazhdueshëm. Por shpresoj shumë që ky zhvillim të bëhet i qëndrueshëm, dhe pse jo, edhe ne të kemi një qendër tonë kombëtare të simulimit dhe trajnimit për ta përdorur në vazhdimsi për të trajnuar personelin tonë shëndetësor. Teşekkürler.